Edhe ka hik direkt. Me një disk. Shive si ja ka huk? Edhe ka hik direkt. Një ngjarje pa zakon ka ndodhur pranë kalasë së Krujës, ku një çift turistësh dyshohen se janë përfshirë në një incident të dhunshëm me rojen e një parkingu privat. Sipas brimeve nga vendngjarja, gjithçka ka nisur kur turistët kanë tentuar të largohen pa paguar për shërbimin e parkimit. Situata është përshkallëzuar në konflikt dhe roja në përpjekje për t'i ndaluar është kapur pas makinës në lëvizje. Turistët nuk janë dalur, duke tërhequr me vete rojen për disa metra, përpara se ta linin të plagosur rënë në rrugë. I lënë duar identifikuar si Bujar Dedi është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ndërsa gjendjet i shëndetësore raportohet e rëndë. Ndërkohë, policia ka ndërhyrë menjëherë dhe ka ndaluar një automjet me targa të huaja në fushë Krujë, ku ndodheshin disa turistë me shtetësi turke. Megjithatë, deri në këtë momente nuk është konfirmuar se këta persona kanë lidhje me ngjarjen. Autoritetet po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë në zona për të ndërtuar me saktësi dinamikën e incidentit për të identifikuar autorët e vërtetë.